Faqa na ishte dikur, sjell një bisedë mes gjyshit dhe nipit. Nipi: gjysh, si keni jetuar më herët, në një jetë shumë të vështirë se e jona? Gjyshi: ne kemi qenë të bekuar birin. Prova për këtë është vetë jeta jonë. Pas shkollës, i bënim detyrat vetë dhe gjithmonë dilnim të luanim në lëndina deri në perëndim të diellit. Kemi pasur miq të vërtet, jo miq në internet. Kur kishim etje, pinim ujë burimi, jo ujë në shishe plastike. Nuk sëmureshim kur pinim në të njëjtën gotë me shokët. Nuk shëndosheshim kur hanim bukë fasule. Këmbëve tona nuk u ndofte asgjë, edhe pse ecnim zbathur. Nuk përdornim kurrë përbërës kimik për të qenë të shëndetshëm. Lodrat i krijonim vetë, me duart tona. Prindrit tanë nuk ishin të pasur, por na dhanë shumë dashuri, jo videolojra për të na mbajtur të zënë. Prindrit tanë nuk divorcoheshin, ata i zgjidhnin problemet mes tyre. Ne nuk jetonim një ditë me mamin e një ditë me babin, jetonim çdo ditë së bashku. Nuk kishim telefona, DVD, PlayStation, Xbox, videolojra, kompjuter apo internet, por kishim shok dhe miq të vërtet. Shkonim pa ftesë në shtëpinë e shokut dhe shijonim bukën e tij me vaj e sheqer. Kushërinjt jetonin pranë njëri tjetrit, për të ndarë kohën, gëzimet dhe për t'u gjendur pranë në çdo hall. Jemi në foto bardhë e zi, por ato mbajnë kujtime plot ngjyra. Jemi një brez unik dhe i mirëkuptueshëm. Brezi i fundit që dëgjoi prindrit dhe brezi i parë që dëgjoi fëmijët e tij. Kjo nuk është thjesht një bisedë mes gjyshit dhe nipit, por një pasqyrë e një kohe kur jeta ishte më e thjeshtë, zemrat më të pastra dhe lidhjet më të forta. Është një kujtesë e ndjerë se vlerat e vërteta nuk qëndrojnë tek teknologjia, por te dashuria, respekti, miqësia dhe familja. Një rrëfim që na fton të ndalemi për një çast, të reflektojmë dhe të mos harrojmë rrënjët tona, sepse aty qëndron forca e brezave. Respekt e nderim për gjyshërit tanë. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.